Zëvendës kryeministri i qeverisë dhe ministri i transportit Aleksandar Nikolovski ka zhvilluar sot në Zagreb një takim pune me zëvendës kryeministrin e qeverisë të Republikës së Kroacisë dhe ministër për çështje detare, transport dhe infrastrukturë, në të cilin, siç njoftojnë nga qeveria, është e konfirmuar bashkëpunimi i shkëlqyer bilateral mes dy vendeve. Nga qeveria informojnë se në fokus të bisedimeve mes dy zëvendës kryeministrave ishte problemi me të cilin po përballën transportuesit pas vendosjes së sistemit të ri të evidencës elektronike në vendet e zonës Schengen. Nikolovski ka theksuar se bëhet fjalë për një sfidë thelbësore që nuk prek vetëm transportuesit të maqenisë së veriut, por gjithë sektorin e transportit në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Problemi me transportuesit ka edhe implikime më të gjëra ekonomike, pasi prek edhe kompanitë nga Bashkimi Evropian që kanë investuar në rajon dhe që janë të orientuara fuqishëm drejt eksporteve në tregjet evropiane. Nikolovski kërkoi mbështetje nga qeveria e Kroacisë për gjetjen e një zgjidhje të përshtatshme dhe të qëndrueshme në nivel të Bashkimit Evropian, me qëllim lehtësimin e punës së transportuesve të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe rajonit. Ndërkaq, bllokadat e pikave kufitare në vend dhe rajon vazhdojnë edhe sot në ditën e tretë si pjesë e protestës së transportuesve me kamion nga Maqedonia e Veriut, Serbia, Mali, Zi dhe Bosnia e Hercegovina. Protesta është kundër zbatimit të sistemit EES për qëndrimin në zonën Schengen dhe rregullit të 90 apo 180 ditë, i cili sipas tyre po e paralizon punën e tyre.